Benjamin Netanyahu dhe vetë shteti i Izraelit është krijim i Europës dhe i Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mbrojtur në një farë mënyrë në distancë nga kërcënimi ideologjik e qytetërimor lindor, kryesisht arabo-islamik. Krahasosh Netanyahu me Kamenein, Netanyahu është me Kamenein ka urdhë arrestin ndërkombëtar, di besoj. Nga gjykata penale ndërkombëtare. Mos sa ngatrojmë Netanyahu në popullin e Izraelit. Netanyahu ka mos sa ngatrojmë Netanyahu në popullin e Izraelit, kemi Netanyahu është një individ, nuk është popull. Jo, pa ai shpreh politikën e shtetit Izraelit. Dakor, por nuk është. Sa do që mundohen ju ta bëni nga Polonia, nga Afrika, nga ku diun. Ai hebre dhe gjithë populli hebre është i ardhur aty sepse ka qenë në ekzil. Çfarë po na thoni tash? Ky është nga Polonia, ky është nga Maqedonia, ky është nga Gjermania, ta them unë, ta kam thënë unë, ta them unë. Mirë, vazhdoj, thuaj po sa raport. Jam gjykata penale ndërkombëtare e Hagës, gjykata ndërkombëtare e Hagës ka dhënë vendimin më drejtë në sjelljen në Gaza. Po ju e përfshini gjithçka që uni edhe në konfliktin me Jo, s'përfshim, me mu fol drejt, unë nuk përfshim hiç ato. Meqenëse po ndryshon, nuk e di se e ka atë mendim. Por Izraeli, keni vënë re ju që, do të thonë, ka 2 vjet që Izraeli ka filluar luftën në lindjen e mesme, mund në qendër, aty ku përgatitin gjithë aktet terroriste që transplatohen ose lëvizjen dhe shpërthejnë për qytetet e Europës, për që di, ju bën përshtypje ju si ekspert i sigurisë, zoti Shala, po të pyes me sinqeritet, që nuk ka akte terroriste në Europë dhe në Gjermani. Shërbimi më i keq që i bëhet luftës kundër terrorizmit, shërbimi më i keq që i bëhet luftës kundër terrorizmit është ta islamizosh terrorizmit. Ma e mend këtë, kjo tani. Për ta mbyllur, Izraeli edhe herë, për ta mbyllur, Izraeli është krijuar për të qenë në një farë mënyrë për të vënë këmbën perëndimi në një vatër rreziku botëror. Pra, edhe për t'u dhënë drejtën hebrejve të jenë atë dheun e tyre, por dhe për të mbrojtur në distancë. Dhe Izraeli do të vazhdojë janë tentat rrezikshme këto. Do vazhdojë zgjerohet Izraeli. Dhe këtë kontekst mos e harroni. Ajo është një tokë. Izraeli do të shkojë. Ajo është një tokë e dhuruar nga Perandoria Britanike. Britania Madhe. Po pra, Perandoria Britanike, se kështu është, Perandoria ka qenë. Po Perandoria Britanike. Po pra, të cilët kishte të pushtuar Palestinën, pra aty s'do tha si gjë. Kishte vetëm disa ngulime dhe bëri shtet aty. Po pra. Tani e bëri shtet sepse Europa u ndje, paktën kështu nga kanë përligjur, u ndje frustruar, u ndje, se thua, detyruese ndaj popullit hebre. Për 7 milion të vdekurit që padin nga nazistët dhe që askush nuk padin mundësi ta ndalojë. Dhe atëherë, me që është ajo, kanë qenë një lobë shumë i fortë, toka premtuar e tjetër dhe u bë këtë gjë. Po jo që të vënte këmbën aty sepse pastaj tash Izraeli do të ketë një ekspansion të saktuar. Okej. Tash do jap fjalën Goxha. Do fuqizohet dhe ka mbështetje të fuqizuar. Më shumë. Siç kundërshtarët e tij mundon ta zhdukin nga faqja e dheut. Zotria të paktën të kishte pasur atë burrin që ka Netanyahu, pra ai sociopati që vret gra e fëmijë, që drejtohet me emër dhe nuk kishte pse thoshte vërdall që ka një, po unë jam ai që i kam qendruar gjithnjë të drejtës dhe të vërtetës, pavarësisht se ajo drejtësia ka anuar shumë nga lindja këtë radhë. Dhe problemi i dytë që po ngreni është e keni me botën arabe dhe muslimane. Pra duhet keni kujdes me këtë. Kur caktoni botën arabe dhe muslimane. Ajo po ndodh për atë arsye. Jo, më nuk po ndodh për atë arsye. Jo, më nuk po ndodh për atë, nuk është çështje struke. Ju që po e çoj po ndodh për atë arsye. Nuk po ndodh për çështje fetare. Nuk po ndodh për çështje fetare. Doni të jepni konotacion fetar. Juve dëshironi të jepni konotacion fetar dhe po i dhat konotacion fetar, atëherë keni kujdes. Sepse nuk po bëhet për çështje fetare. Është vetëm çështje gjeopolitike. Interesi i tyre është eliminimi i Iranit që të izolojnë Rusinë. Nuk ka çështje fetare.